Nëse keni dhimbje të vazhdueshme të supit, mund të jetë treguese që shpatulla juaj nuk e ndjek lëvizjen harmonike të supit, duke shkaktuar kështu dhimbje. Do t'rregoj 2 mënyra se si mund ta bëni në rast se ju nuk keni një teraband, mund ta bëni me pesha. Në fillim po e tregoj për personat që kanë mundësi ta bëjnë me terabandin. E vendosim poshtë gjunjëve, këmbët të pothitur në tokë dhe trupi drejt. E bëjmë terabandin në formë X-i, edhe ajo që bëjmë i ngrejmë duart lart në formë W, zgjatemi, largojmë supet nga veshji dhe qëndrojmë këtu për 5 frymarrje rresh, ku frymëmarrja duhet të jetë e përqendruar tek barku juaj. Dhe më pas i ulim ngadalë duart. Ndërsa për personat që nuk kanë elastik, por mund të kenë pesha, atëherë marrim pesha 2 kg, qëndrojmë drejt, zgjatemi, largojmë supet nga veshji dhe i mbajmë duart në formë X-i në këtë pozicion dhe qëndrojmë këtu për 5 frymarrje rresh, siç e thash. Ju lutem, mundohuni që mos të harkoni shumë tek mesi juaj, pra të qëndroni drejt. Me kokën zgjateni lart dhe me duart i mbani në këtë formë. Dhe më pas i ulni poshtë gradualisht. Do ndjeni një ngarkesë apo dhimbje këtu tek supet tuaj dhe mbrapa, por mos u shqetësoni se është diçka normale pasi keni aktivizuar muskulaturën. Këtë ushtrim mund ta bëni 15 përsëritje vetëm një herë në ditë.